ka gjasa për koalicion edhe për ndryshim, apo jo? Jo, Kurti nuk ka lëviz nga pozicioni i tij, ndërkohë ai po mundohet që ti detyroj partitë tjera që t'ia votojnë një kandidat. Kjo është e natyrshme, thash, në sistemet parlamentare. Nëse si ke 51%, 50% i bie që si ke numër dhe rrjedhimisht nuk mund t'i formosh institucionet. Pra partitë opozitare, si po i quajmë opozitare, kanë vendosur që të mos detyrohen ta thënë kështu që t'ia votojnë një kandidat të zotit Kurti. Këto po shihet që asnjëra apo as Kurti, as lider të partive tjera nuk kanë asgjë për ngoti, edhe kanë vazhduar kësaj që derisa të shkan, këto i kemi vetëm dy opsione, që e para të ndërhyjë faktorin ndërkombëtar, edhe ata duket që nuk po mërziten shumë, jeni shtet kap në vëlla marrën institucionet, besojnë që nuk duan që ndërhyjnë këtë proces, edhe i kanë lënë partive politike që ta zgjidhin këtë çështje ose përmes presionit publik të qytetarëve. Mirë po qytetarët duket se nuk po mërziten shumë, kanë hiq dorë të themi nga këta politikanë dhe pëllën që të vazhdojnë në tyre. Pra jemi një situatë, do të thonë, të pakuptim, pra që askush nuk lëviz nga pozicionet e tij. Po e them prapë që 42% është fituesi zgjedhë dhe 42% që në këtë rast vendosë Albin Kurti duhet që të lëvizin përpara. Pra duhet që ose të bëjnë ofertë partive tjera, jenë serioz, pra jo të shkojnë aty të thret lider të partive tjera, thotë që shiko, ne kemi këto opsione, jo të shkojnë bëtën të shes, sepse kjo është vetëm një taktikë që as ka logjikë, domethënë nuk çon askund. Pra